Ende po votohet për procedura, nuk ka një ndryshim apo një vendimarrje të re, po presim që brenda diskutimeve të brendshme tona politike me pas ndoshta një deklaratë në të ardhmen që ka me përfshi diçka pak më shumë më konkrete. Diskutimet e brendshme tona të vazhdojnë, domethënë politike brenda subjektit ton politik dhe për këto çështje besoj që do të keni një deklaratë më të përgjithshme nga zoti Limaj në ditët në vazhdim. Mirë po sa i përket çështjes se numrat e përcaktojnë vlerën se duhet tjetë apo jo një autoritet në krye të pozitave shtetërore. Unë për veti personalisht e konsideroj në Kosovë nuk kanë qenë gjithmonë numrat që e kanë përcaktuar rëndësinë, mirë po peshën që ka një lider. E në këtë drejtim zoti Limaj dihet që ka dhënë një kontribut të çmueshëm, si gjatë çlirive të vendit, po ashtu edhe në çështjet kyçe të krijimit të institucioneve. Pra zoti Limaj kishte me përfaqësuar shumë mirë të gjitha këto kritere, sepse ka një autoritet edhe njihet si një autoritet përafrues në gjithë skenën politike. Që është më e rëndësishme mi dhon vendit emra, domethënë që nuk janë në këtë diskutim të përveshshëm, po kanë një dinitet të përfaqësimit politik, ndërsa nuk e mendoj që jemi në këtë fazë. Pra diskutimet tona të brendshme politike janë ende herët me përcaktuar këto. Nëse do të ketë një marrëveshje politike, sigurisht që ajo do të bëhet në tavolinë edhe do të jetë transparente, nuk do të bëhet përmes televizionit. Pastaj vendoset për emra të përvetshëm.